shumë e rëndësi, pasi që t'jemi ndonë ndyshe, kemi shumë pak kohë për me I kry nevojat tona emergjente përgatitjet, sepse në momentin që futemi aty s'kemi me dalë. Do me thonë, tualetin e këto gjanat, kështu që tash me njëherë duhemi me I ndo dyshet Rogert. Pa respektoj Vitalin, para se nga aty përballë. Po ka 2, po 12 jena ka 2. Edhe fitoft me I miri, 2.000 euro, se cili ka 1.000 euro, kështu që... Aty në arenë dhe një stanë se më kujtu, janë disa vezë jashtë kutive, kështu që duhemi me marrë vezë për mi marrë mrena, për mi ngrohë. Ka një nga 2 ka 3, sa doni. Ideja është besh me e najtë në kuti. Jo, s'ka të bëj kërgja. Momentin që hapët kutia dhe del personi jashtë, ajo është diskvalifikuar. Sa nëse del një zog pyet? Urime... A ka vezë, A kina me bo vezë? Roger, Vesh pak të një fije. po, sfidë rezistence, do më thonë me nejtë brenda kutis. Ekipi I fundit që del nga kutia, do më thonë është fitusi. Ka dy veta. Që ke, a në regu? Allah në zafin? Jo, Apo do me nejtë në mu, sekretari jem ti? Po. Okej. Atëherë, dyshja parë. Juela me Tanin. Dyshja dytë. Mateo me Stenaldon. Dyshja tretë. Mali me Nikol. Dyshja e parafunit është. Janë 3 dyshe. Jo me jo. Po, dy dyshe janë, se unë I bana llogarit. Ti ke ngel, shëndriti, unë edhe Brikena. Po janë vendos ato. Ka vendos ma herët. Vëmendje. Hajde. Atëherë, dyshja parafunit do bëj servilin me mretreshin pakuror edhe Rokena. Rogerti me Brikenin. Unë Selina do me thonë, ti edhe Brikena. Urime fitohet. O vital respekte, ne duhet fort. Tash